Ne jemi në 10 ditëshin e parë të muajit Dhulhigje. Janë ditët më të mira të vitit, të cilat pastaj kulmojnë me Kurban Bajramin, që është ditën e Xuman e ardhshme. Përpara Kurban Bajramit është dita e Arafatit, që është ditën e njëjtë, që ne duhet ta agjërojmë. E përqyeshme është, nuk është e obliguar, mirë po profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam ka thënë, unë ju garantoj dhe shpresoj nga Allahu i lartësuar që ai që agjiron këtë ditë t'i falen gjunahet e 2 viteve, e vitit kaluar dhe vitit aktual, i falen prej Allahut të lartësuar. Është dita e njëjtë që ne na mundsof Zoti ta agjërojmë, dita e Arafatit, ku haxhilerët do të jenë mbi kodrën e Arafatit dhe është kulmi i ditëve, dita më e mirë e vitit, ku Allahu i lartësuar shpërblen si asnjë ditë tjetër, ku Zoti i gjithësisë fal dhe mëshiron dhe liron nga regjistrat e zjarrit të xhenemit si asnjëherë tjetër. Derdh dhe Allahu i lartësuar jo vetëm mbi ata që janë në kodrën e Arafatit, po mbi gjithë njerëzit e mirë, mbi gjithë muslimanët, besimtarë dhe njerëzit e mirë, derdh, nuk them jep, derdh mëshirën e tij, faljen e tij dhe shpërblimin e tij. Dhe njeriu më i mirë atë ditë është ai që nuk e shfrytëzon këtë ditë dhe ai që mendon se Allahu i lartësuar nuk i mëshiron robërit e vet. Për këtë arsye, këtë ditë ne e shfrytëzojmë me agjërim, me punë të mira, me lutje, por gjithashtu, përveç se jo vetëm ditën e Arafatit, këto ditë deri në ditën e Kurban Bajramit, që është ditën e Xuma, ne duhet të angazhohemi me punë të hajrit, me punë të mira. Me gjuhën tonë përkujtojmë Zotin, përpiqemi mos të lëndojmë njerëzit. Me pasurinë tonë, edhe nëse e bëjmë program, çdo ditë qindar ka caktuar apo shumë të caktuar ta japim sadaka, sa mirë është. Namazin bëj ditët më të mira të vitit, ku të marrësh një vendosmëri dhe thua unë tani do filloj dhe do afrohem tek Zoti, do ndërtoj një standard, do t'i fal çetë 5 takohet e namazit. Nuk të pengon o vllai nderuar dhe motrë nderuar namazi nga biznesi tënd. Përkundrazi do ta shtoj më shumë bereqetin në biznesin tënd. Fal namazin, do të rriti prestigjin, do të shtoj pasurinë, do të shtoj begatinë dhe lumturinë në jetë, në përditshmëri. Fal namazin, është lidhje me Zotin, është kontakt me Allahun, është raport i ngushtë me Zotin e gjithësisë dhe është mënyra më e mirë për të qenë dikush tek Allahu i lartësuar. Prandaj bëjmë sa më shumë mirë në këto ditë, i shfrytëzojmë se janë ditët më të mira të vitit, ku Allahu i lartësuar shpërblen si asnjë ditë tjetër.